Ditët me temperatura normale të korrikut ikën dhe termometri do të nisë rritjen nga dita e martë me 37 gradë dhe 38 të mërkurën, ndërsa e njëjtja dhe e premtja pritet të jenë ditët më të nxehta të kësaj jave. Njëjtja dhe premtja do jenë dy ditët më të nxehta të kësaj jave, sidomos në qarqet që unë përmenda, pra Shkodra, Tirana, Elbasani, Fieri, Berati dhe Gjirokastra do jenë gjatë gjithë kohës më të goditurat me temperaturat e larta, jo vetëm këtë javë, por edhe në javën tjetër. Meteorologja Lajda Porja në një intervistë për Ora News bëri të ditur se në disa zona të izoluara, termometri mund të kalojë edhe mbi 40 gradë. Të martën dhe në mesjavën tjetër ne presim temperatura dhe ka sinjale që t'jemi sërish në këto vlera 40 gradë, por ka shumë sinjale që mund t'jemi edhe në 41 gradë, kështu që korriku do t'jetë pothuajse deri në fund me temperatura mjaft të larta. Por jo i gjithë muaji do të jetë i nxehtë, pasi një freskim i lehtë pritet në fillim të javës së ardhshme. Rreth datës 20 korriku termometri mund të zbresë në 34-35 gradë. Fillimin e javës tjetër që përkon me datën 20 të hënën dhe të martën një freskim të motit ose një tërheqje të valës ku termometri sërish zbret në 34-35 dhe më pas nga e marta tjetër sërish kemi aktivizim të masave të nxehta. Porja paralajmëroi qytetarët që të tregojnë kujdes gjatë orëve të pikut të temperaturave. Sipas saj, lëvizja nga ora 11 e paraditës deri në orën 16:00 duhet të kufizohet për ata që nuk kanë nevojë të dalin, ndërsa personat që punojnë jashtë duhet të shmangin ekspozimin direkt në diell, të përdorin ujë dhe të qëndrojnë në hije.